الحمد لله الذي جل وعلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Falinderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rruga e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë me thellësi e zemrës që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalleshanhu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi I dhe dërguari Allahu xhalleshanhu dhe është dërguari I fundit. Allahu xhalleshanu ka mbyllur dera profeci deri në Kiamet, nuk do I profet I ri pas profeti sallallahu alaihi wasallam. Ayet Quran, walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Ai është dërguar Allahu xhalleshanu dhe është vula e profetëve. Dhe hadithi profet alayhis salam, hadithet mutawatir janë: ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Unë jam vula e profetëve dhe nuk ka profet pas mua. Përëndaj vlezar, dërgu Allahu xhalleshanu, kur është në hutbaja fundit, në hutbaja Arfatit, atia për asnjë profet tjetër, përveç profeti jon sallallahu alaihi wasallam ka ajet nuk ka zbritur. Nihen jehud takon me Umar radhiyallahu anhu, edhe thot që një ajet që është zbritur në Kur'an, nëse kishte zbritur në librin ton në Tavretit, ne kishim bërë festa e veçantë para të ditë. Edhe Umar radhiyallahu anhu pyeti cili ajet është. Ai ka thënë al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ajeti ku Allahu xhalleshanu lajmëron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që sot kam plotësuar feja juaj mbi ju. Edhe jam I kënaqur për të zgjedhur feja Islam deri në Kiamet. Umar radhiyallahu anhu thot që ne festojmë dy festa të ditë. Një festa Bajram Kurbanit edhe dyta festa e Hajit ku dërguar Allahu xhalleshanu ka dhënë hutba për ditën e Arfatit. Prandaj ti mos na tego që a festojmë apo jo ne. Vlezar, duke qëndruar në këtë dunia, ne dim me bindje jon, me argumentat që ka marrë nafsi ton, që ne nuk kemi për të jetuar tu përhershëm. Jeta jonë është shumë I shkurt, biles aq I shkurt që doshta ne gëzohemi dita kur vinë në jetën tonë që kur ne bëhemi baba. Që sot jam I shtuar, është trashëgimtari im, po fjala trashëgimtari dini çka ka kuptimi? Ne dim shumë e mirë kuptimi. Kuptimi është që ai ka për të varrosur mua, djalim ka ardhur, ai personi ka ardhur në dunia, sipas sabab të dunia, që unë do t'i vdes edhe ai ka për të varrosur mua, edhe ai bëhet pronari pasuria im që kam për të lënë në këtë dunia. Në personi që ka për të varrosur mua, neve, ai lindet në syrin ton. Fëmia që është lindur I syrin ton, sikur ka ardhur për të varrosur ne, por ne nuk dim këtë realiteti, se Allahu xhalleshanu ka lënë perda. Dërgu Allahu xhalleshanu thot, ka bën një herë vizita vare, ai është shndruar duke përgatitur shokët profet alayhis salatu wassalam vare për të vendosur xhenaza në varën, edhe derisa përgatitet dërgu Allahu xhalleshanu është ulur me shokët e tij, edhe thot, lau ta'lamuna ma a'lamu, nëse ju dini çfarë ndodh në këtë varë, çfarë di unë, dhahiktum qalila wala bakaytum kathira. Ju kishin qeshur shumë pak edhe kishin duke qëndruar. Ju kishin lënë majliset me shokët e juaj edhe kishin lënë të kishin fjetur me gratë juaj edhe kishin qëndruar vetëm, prandaj nuk tregoj unë edhe nuk I shfaq çfarë do dhe ti Allahu xhalleshanu. Prandaj vlezar, kjo dunia është shumë I shkurt me argumenta ne dim shumë e mirë që kemi përqendruar një kohë I shkurt, por prap nafsi mashtron edhe na tregon që kjo fatkeqësia që ka ndodhur me filani, jo me ty s'ka për të ndodhur. Ti je më I shëndosh, ti je më I miri, ti je duke përgatitur trupin ten më I forti, edhe ke përqendruar më I gjatë. Kjo është mashtrimet shejtan që ka bërë me gjithë njerëzit që kanë kaluar para nesh.
edhe që do vinë njerëzit pas nesh. Prandaj Allahu xhallahu shanu na thot ja ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya. O njerëzit, premtimet Allahu xhallahu shanu janë të vërteta, prandaj mos mashtroi